Mirëdita të gjithëve. Dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përgjithësuar mbi zhvillimet më të fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit më 3 shtator, trupi gjykues hodhi poshtë një kërkesë të prokurorisë për vendosjen e disa kufizimeve mbi vizitat jo të privilegjuara të zotit Thaçi, me persona të identifikuar si vizitor për të cilët është ngritur shqetësim, si dhe për ndalimin e çdo diskutimi në lidhje me çështjen me vizitor jo të privilegjuar. Trupi gjykues vuri në dukje se ka urdhëruar më parë që të gjitha vizitat jo të privilegjuara të zotit Thaçi të miratohen paraprakisht nga administratorja dhe se ajo duhet të refuzoj vizitat personale në qoftë se ka tregues të besueshëm se vizitori ka kryer sjellje të papajtueshme me integritetin e procesit. Trupi gjykues theksoi gjithashtu se diskutimet e aspekteve konfidenciale të çështjes me persona jo të privilegjuar janë të ndaluar që më parë dhe nuk shkaktohet dëm në qoftë se i akuzuari diskuton informacion të disponueshëm publikisht për çështjen me vizitorët e tij. Trupi gjykues rikujtoi se të gjitha rastet kur duket se zoti Thaçi u dha vizitorëve jo të privilegjuar informacion konfidencial, ndodhen përpara urdhrit të mëparshëm për modifikimin e kushteve të paraburgimit. Për këtë arsye, trupi gjykues konstatoi se vendosja e kushteve shtesë të paraburgimit, përveç atyre që janë në fuqi, nuk është e nevojshme në rrethanat aktuale. Megjithatë, trupi gjykues rikujtoi se pavarësisht nga të gjitha përpjekjet për mbrojtjen e dëshmitarëve, dëshmitarët në këtë çështje gjyqësore janë ankuar për tentim për ndërhyrje ose ndërhyrje. Trupi gjykues përsëriti se ka marrë dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme në përputhje edhe me të drejtat e të akuzuarve për të siguruar që raste të tilla të mos ndodhin më. Më 10 tetor, trupi gjykues urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit. Trupi gjykues konstatoi se vazhdon të ekzistojë rreziku që zoti Thaçi të pengojë ecurinë e procesit dhe të kryejë vepra penale të tjera. Trupi gjykues rikujtoi se edhe pas dhënies së dëshmisë nga dëshmitarët e thirrur nga prokuroria, identitetet e dëshmitarëve të mbrojtur nuk duhet të bëhen të njohura për publikun. Trupi gjykues specifikoi se rreziqet që synohet të parandalohen me paraburgimin përfshin tentimin për hakmarrjen ndaj dëshmitarëve që kanë dhënë dëshmi në proces, si dhe tentimet për të dhënë atyre motiv për të tërhequr dëshminë. Trupi gjykues theksoi se procesi në lidhje me pretendimet për ndërhyrje në çështjen aktuale është në kryerje e sipër. Seanca e ardhshme në këtë çështje gjyqësore është caktuar për të hënën 27 tetor, duke filluar në orën 9 paradite. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Istikilajt, Bashkim Smakajt, Adil Fazliut dhe Hairedin Kuçit në lidhje me pretendime për ndikim të paligjshëm ndaj dëshmitarëve, më 10 tetor, gjykatësia e procedurës paraprake urdhëroi prokurorinë, mbrojtjen dhe administratoren që të rishikojnë parashtrimet e protokolluara që aktualisht janë klasifikuar si konfidenciale dhe të japin shpjegim përse duhet të mbesin konfidenciale ose të kërkojnë riklasifikimin e tyre si publike, ose të dorëzojnë versione të redaktuara publike të tyre jo më vonë se të premten 24 tetor 2025. Ajo gjithashtu ftoi palët dhe administratoren të bashkëndojnë mes tyre, nëse është e nevojshme, për të siguruar përputhjen e redaktimet që do zbatohen në parashtrimet përkatëse. Gjykatësia e procedurës paraprake vuri në dukje se procedura paraprake në këtë çështje është në përfundim dhe se synon t'ia kalojë çështjen trupit gjykues në gjysmën e parë të nëntorit. Përveç nëse vendimet që do t'jepen nga paneli i gjykatës apeli do të bëjnë të nevojshme përshtatjen e afatit. Për të përgatitur kalimin e çështjes dhe duke mbajtur parasysh që procedurat të jenë publike, gjykatësia e procedurës paraprake e gjykoi të nevojshme që të bëhet rishikimi i klasifikimit të parashtrimeve.
Kaq kisha, nuk e di a ka ndonjë pyetje, do t'i përgjigjem me kënaqësi nëse ka. Nuk shikoj ndonjë dorë të ngritur për të bërë pyetje. Faleminderit që na bashkuat. Informimi javor i ardhshëm do të jetë e njëjtën e ardhshme në orën e 2:30. Kalofshi mbasditë të këndshme.